We done Johnny like we chillin' in a Benza. Can I body, Alo, jetu arti! Qa ka, moj? Gjoni që po bie dera? A ka ardhur shumë? Unë jam gati për intervistën, po kam një problem të vogël. Qa problemi? Nuk di ku të lë qenushin. Sa ko ke që e ke këtë qenin të? Nuk e di, ka me shumë kohë se kohë me të kalon shumë shpejt dhe se mbaj mund të fix. Moj, po me qa ushqen? Ushqimin e kam me vete, po... Po mira të po, e ke vaksinuar ti këtë? Qikoj, vaksinuar është, vetëm se tërbohet në njëherë kur më shef mua. Prandaj thash që gjatë xhirimeve ta mbaj dikush tjetër nëse është e mundur. Kamerak, mos u mërzit, merret stafin me të, po hajde mos shofi se do të bëhet ama. Ja pra, ky episodi What the Fuss na gjeti ndryshe jo në studio. Shumë ndryshe na ka gjetur pikërisht në një vilë kaq të bukur kostian. Jemi sot tek Villa Azur për të realizuar një prej episodeve më speciale të What the Fuss. Një super vilë, më speciali, në vërtetë. Mendoj që është më speciali. Sepse ajo e meriton. Po. E dini se për kë bëhet fjala, ajo erdhi bashkë me qenushin e saj. Ishte pak kështu si i lëvizur ai qenushi, Por Xhoe që po le dhe tani jashtë. Pak si i tërbuar, nuk do ketë bërë vaksinën e tërbimit. Por për shumë gjëra do e pyesim sot në këtë intervistë ekskluzive për What the Fuss. Jam shumë nderuar që jam me ju sot, jam shumë happy, e prisja me shumë entuziazëm të intervistën, edhe can't wait të dëgjoj çka keni menduar, çfarë keni fantazuar. Po që në shtator kemi shkruar bashkë për të bërë intervistën dhe deri atëherë kemi qenë në bisedime, jo tani më vonë. Nga fillimi i sezonit për fund sezonit. Për fund sezonit. E kupton se vështirë është e ta, duhet i shkruash 7 muaj para që të... Po jo, Edhe duhet ja vlej. Edhe unë mendoj që edhe duhet ja vlej. Unë personalisht sado që okay ftesat nuk kanë munguar asnjëherë, kam dashur gjithmonë që të jem e pranishme ku kam diçka të re, kam diçka për cilën jam krenare për ta prezantuar dhe jo thjesht për t'ju takuar, megjithëse do doja t'i takoj edhe përpara se ndati, po mendoj që ishte koha e dur edhe çdo gjë u bë gati për të Për këngën, kënga Vasha, kënga jote më e re, një këngë ndryshe në fakt, nga gjitha këngët që ti ke publikuar deri më tani. Pse pikërisht kjo zgjedhja? Vasha është kënga e parë që më bëri kaq entuziaste prapë të nxjerr këngë të re, sepse me muzikën kam marrëdhënien çik të ndërlikuar, nga që kemi marrëdhënie shumë të mirë. Nuk jam lloj artiste që kam qef të nxjerr 40 këngë, 20 këngë në vit, po kam qef të nxjerr pak më rrallë, megjithëse ta do të jenë më aq rrallë sa kanë qenë. Pak më rrallë, po dua të punoj me projekte që vërtet më excite, më entuziazmojnë. Këngën Vasha e kam këngën origjinale, në fakt, këngën popullore. E kam dëgjuar për herë të parë vjet në fund të verës, diçka e tillë. Unë përpara s'kam dëgjuar ndonjëherë muzikë popullore. Nuk ishte ato vajza që përqenin këngën popullore. Fare, edhe kur na i vinin babi me gjyshin para shumë vitesh në këto tripet në makinë, nuk e dëgjoja fare, ndërsa vjet diçka në trurin tim u ndodhi. U aktivizuar. A ishte ti kështu që what's going on with my body? This is a baddie song, dhe që kërëta për parë. Shkonte Vasha, mirë që shkonte edhe për ditë. Për ditë Vasha? Po kështë nga në bedi. Edhe ajo këngë më ndezi diçka brenda me, dhe thash, you know what, të këngën do ta bëj reggaeton, dancehall, edhe derisa dolëm te projekti që jemi sot. Më pëlqen shumë se vetëm ti Enca mund ta thosh kënga Vasha është një këngë bedi. Pra askush tjetër ta Po tani kur ta dëgjojnë këngën e riformuar, domethënë ta kuptojnë që është bedi. Jam shumë i sigurt që do të duan më shumë këtë version, se versionin e kaluar që ka qenë, sepse ne pam dhe klipin ti e ke xhuar në disa lokacione të ndryshme, apo ke qenë në Zvërnec, ke qenë në Fier, në Lezhë. Si ka qenë xhirimet? Kam parë edhe vende të tjera në Shqipëri që si kisha parë më përpara, them të drejtën, deri në këtë klip. Zvërneci ishte shumë bukur, by the way. Ishte shumë edhe emocionuese të xhiroj aty, deri ishte fantastik. Pastaj shkuam në Apolloni që s'kisha qenë asnjëherë. Edhe ishte so beautiful, parku i Apollonis ishte një perl. Kemi xhiruar në Lezhë,
rrugës për në Durrës e të tjerë, projekti Shqipëria ka kaq shumë vende të bukura. Duam kostot mi motor. Do bëshin klip të Ai duket si ishte shumë i kushtueshëm dhe i kuruar me detaje. Që nga veshjet një herë. Për Kostot do të pyesësh Kostën. Ate, më lë të marr librin. Ti që nuk e din Kosta aty? Po, sepse unë kam shumë kushtuar. kosta, shumë i kushtueshëm. Kam shumë i kushtueshëm. Gjitha projektet sidomos në 2026, të them të drejtën, një projekt i mirë menduar, ka goxha kosto. Çaj doni një numër tani? Disa zero. Një na thuash zero. 0 të 4-0 si i bie. 4-0 do thuam në lek apo në euro, se ka shumë Në rëndësi. numërova mirë 0, po 4-0 në euro. Ka rënë, po se ka rënë dhe euro, ja, kështu jemi më. Ora pse e kam Pra i numëruar? bie mbi 10.000 euro. Mbi 10.000 Po, euro. diçka e tillë. Mbi 10.000 euro, vizoj shtrenjtë. Po Enca, ja, po me qënë vete. se kënga Vasha ka pak ritme kështu popullore, ato pranoj ti ndonjëherë të merje pjesën në një tasëm, si special guest, se ju besoj që do ndryshoj gjithë karrierën. Pase dhe fejesa. Tani po të pyes Roca do vish dasëm time apo jo? Dasmë të të është e single njerë, për këtë mos më pyet dy herë, po, për këtë do martohesh edhe kur është pyetja. E ja, këtu na ka gjithë. Okej, kur ti zgjidhesh këto më thuaj edhe Ky ta është rregulloj problemi. pa era. Ah, okay. Unë nuk e kisha menduar në herë këtë gjë. Në fakt kam kënduar tek një mikesha ime para disa vitesh që kishte një dasëm shqiptare indiano të madhe kështu. Edhe nuk e di. Ndoshta varet nga okazioni i dur. Kur të Ka shumë ndoshta mund. Nuk e ke problem dhe kontekst të këndosh në dasma, se ka shumë këngëtarë dhe artistë që thonë, nuk këndoj unë në dasma. Muzika ime nuk është muzikë që tipikisht e gjuhet në dasma. Po, ka njerëz që duan ta përgatiton, po me gjithatë mendoj që brezi jon, brezi i ri, Do të ndryshoj këto alternativ pra. Ka si një frymë moderne. muzikën e dasmave, kështu që kujt dihet. Ndoshta Se çka mund ndodh? Enca, ti më përpara citove që këtë verë ndoshta do kesh edhe më shumë projekte, do rikthesh edhe më fuqishëm. Po unë doja të të pyesja pak, pse ishte kjo zgjedhja jote për të shkëputur nga muzika? Sepse ti ke pasur disa pauza goxha të gjata. A ka ndonjë arsye specifike? Të them të drejtën, kur nisa të bëj atë periudhën e pauzës që zgjati 2-3 vjet, as vetë nuk e kisha menduar sa do zgjat, ose që kjo është një pauzë, ose pse po e merrja këtë pauzë, por tani që e shoh në retrospektiv, e kuptoj që kanë qenë shumë arsye. Arsyeja e parë njëherë ka qenë që prej moshës 9 vjeç nuk jam ndar asnjëherë botës televizionit, të artit, të muzikës, showbiz. Kam qenë non-stop 24 orë duke punuar e menduar, okay, 9 vjeç si fëmijë që merja pjesë atëherë në festivale, gjëra, po puna dhe ajo. që prej moshës 16 vjeç që kam qenë aktive me koncerte, dhe nuk kisha pasur kohë mjaftueshëm për veten. Domethënë kisha pasur kohë për Encën gjithkohon, po jo për Roencën. Dhe kjo ishte një nga ndjesitë më të mëdha që unë kisha, që doja të përjetoja pak jetën si Roenca, po ashtu merrtën dhe ngjarjet në jetën time që në një farë mënyrë më sforcuan që dhe merja një pushim, se ndoshta unë vetë kisha marrë, po mos kishin ndodhur dhe disa gjëra tjera, si për shembull në një periudhë thya këmbën, po trian Paterica një 6 muaj dhe E ke shijuar atë periudhë apo e ishte kujton gjatë tani? periudhës së Covidit, kështu që shijova për faktin që Nuk të mora rash keq, mos po. të gjithë ishin në shtëpi. Pastaj humbja e babait, disa gjëra të tjera që më sforcuan që të lëvizja, të udhtoja, dhe të them të drejtën, atë periudhën që kam bërë pauzë, unë nuk pendoja mas pak, dhe doja sugjeroja shumë artistëve, sepse është një botë shumë overwhelming, overstimulating, të lodhshëm. Dhe mund të kalosh në burnout, atë që njihet si burnout, nuk e di nëse ka një term shqip, nëse nuk e gjen atë, nëse nuk e merr atë kohën për të pushuar për vete. Kështu që për mua ishte shumë e nevojshme. Që ka bërë mirë edhe ke bërë mirë që Ka qenë shumë tani me karikuar full. Ndryshe nuk do isha. Ke shkruar, ke bërë këngë gjatë kohës që ke qenë Edhe pauzë? gjatë asaj periudhe kam bërë shumë këngë, edhe siç të thash isha edhe në periudhën e overthinking dhe kam kaq shumë materiale edhe për asaj periudhe që ndoshta disa prej tyreve dhe mund t'ju vi dita e lindjes një ditë në të ardhmen, po jam kënaqur dhe duke krijuar, paçka se nuk kam qenë aktive në televizion apo me koncerte. Enca, duke qenë se ke qenë në pauzë, besoj ke pas kohë të shohësh gjërat nga larg, sidomos industrinë e muzikës në Shqipëri, edhe artistët të cilët kanë vazhduar së prodhuari këngë, mirë po ne e shohim që industria ka ndryshuar paksa. Ti si e ke parë nga larg industrinë tonë? Industria e muzikës, ashtu siç ndoshta edhe çdo industri tjetër, është në zhvillim e sipër. Kështu që definitivisht ka ndryshuar për shkakun nga 5 vjet, ashtu siç e shoh që edhe pas 5 vjetësh do jetë akoma më ndryshe. Mendoj që nuk është në fazën e saj më të art, siç mund të ketë qenë më parë, të paktën muzika në Shqipëri. Mendoj që
po nuk ka më hite njërë, dhe kjo sikur është komercializuar një nuk ka më hite për në Shqipëri, dy, le të themi deri para 5 vitesh, shumë këngë shqiptare ose disa këngë shqiptare bëheshin dhe hite internacionale, Po, po e vërtet. shumë jashtëtit, jo vetëm nga shqiptarët në diaspor, po nga fansat tuaj. Tani, këto kohë nuk ka qenë më, nuk e di ka gjë të të bëj me largimin tim. Po dishe nga parë që dojnë nove tregun në huaj, kështu që normalisht. Kontrata me Universal. Po, e vërtet. Kështu që... Klikime të frikshme në YouTube. Në fakt, kur doli kënga ime para atëherë, apo të pëlqen, kënga ime para që u bë e madhe, se kisha edhe këngë të tjera para asaj që nuk kishin as gjysmën apo as çerekun e suksesit të saj. Në të gjitha klubet që fillova të performoj, që ishte në herët e mia të para, të gjithë club owners, menaxherët ishin shumë të çuditur dhe të surprizuar, sepse për rezervime nuk merrnin vetëm shqiptar, merrnin njerëz gjerman, turq, nga gjithë Europa dhe ishte rasti i tyre i parë që një artist shqiptar kishte shumë fansa miksituar që vinin. Kështu që për mua kjo kishte një domethënie shumë të madhe. Absolutisht, ishte ne jemi rritur me këngët e tua, jo për të bërë shefin, por realisht do me thënë ti ke shënjuar, ke pasur shenjën tënde në tregun muzikor shqiptar. Po të do të pyes aktualisht, cili nga këngëtarët ose nga artistët ty të pëlqen më shumë që ja dëgjon muzikën në makinë ose në shtëpi ose kudo? Aktualisht të ko, po dëgjoj shumë Mariglen Hazizaj, të cilin e përshëndes, mendoj që është një super artist. Obviously ka kënduar dhe intron tek Kënga Vasha. Po nuk më pëlqen për këtë arsye, po më pëlqen shumë tonaliteti i tij. Edhe ka filluar të pëlqen muzika popullore, kështu që I'm into those vibes. Shiko. Po duket se sapo u hap dera për muzikë të tjera popullore dhe remake të tjera. Gjithsesi, nuk është se unë nuk e shoh vetëm këngëtare muzike popullore, but I love, më pëlqen shumë ideja kur e ndjej. Për shembull, për këtë rast nuk e bëra këtë këngë për faktin që okay, ndoshta bëhet hit ose është trendi që të bëjmë mix këngët popullore. Erdhi nga një vend shumë autentik brenda meje që I loved this song, më bënte mua të ndjesha shumë bari. Dhe duash të gjithë Very popullore. Jasha. Enca, në periudhën që ti ke qenë shumë aktive në tregun muzikor shqiptar edhe me koncerte, përfliteshin shifra shumë të mëdha dhe të frikshme që artistët përfitonin nga kjo industri. Sot si e sheh industrinë e muzikës shqiptare? A është vërtet fitim pruese? Mendoj që për top artistët mund të kesh të ardhurat e mira. Dhe nga eksperienca ime ose nga eksperiencat e kolegëve. Po për ndryshe është një industri që do shumë investim, shpenzime, dhe shumë e vështirë që t'ja dalër si artist, që dhe si artist i ri në ditët e sotshme. Ti ja ke dalë Enca si një artiste e pavarur, a ka qenë e vështirë të jesh një artiste e pavarur pa qenë e nënshkruar në një label të mirëfillt, i cili ka veta të tërë që të menaxhojnë? Sigurisht që është shumë e vështirë të jesh një artist i pavarur. Muzika ime është bërë gjithmonë, do më thënë ka filluar që e vogël me dashuri, me mbështetjen e prindërve, me punën e madhe, me punën time. Nuk ka qenë lek krimi, nuk ka qenë lek labeli, kështu që unë jam shumë krenare për rrugtimin tim. Edhe prandaj mendoj që edhe muzika ime ka energji të mirë, sepse është bërë gjithmonë me dashuri edhe me shumë good intention. Absolutisht. Enca, po për sa i përket brylave tani. Se në industrinë e medias dhe televizionit thuhet që ka shumë brylla, shumë Arbana ka thënë që ka dhe gjarprinj. Arbana me këto histori. Arduca dhe gjarprinj. A ka në industrinë tuaj? Po, në muzikë si është shkandi nga ju. Në krahasime në muzikë, këta të televizionit janë në përka, në vogla, në muzikë janë bolla. Me vërtet, A kanë tentuar ty të bëjnë sabotazh me gjëra, me koncerte, me klipe? Kanë tentuar, nuk do gënjej që s'kanë tentuar. Në mënyra të ndryshme, por mendoj që in the end of the day, edhe nëse ti ja del ti bësh dikujt keq sot, çdo gjë literalisht të kthehet karma në univers në këtë industri. Po çfarë ka qenë konkretisht? I kanë Po për shembull konkretisht do e merrni në koncerte? Po edhe kjo ka qenë një rast që okay, unë nuk do të këndoj më këtu nëse këndon ajo, apo që kur kam qenë e vogël në fakt, që kur kam qenë në fillimet e mia dhe s'kam pasur as fuqi
industri, ka pasur bryle për shkakun që pse ja transmetoni këngën kësaj. Ashtu Dime që kur s'kisha asnjë 100.000 views në YouTube. Wow. Domethënë, brylat janë që kur ti E jo po më çfarë tani që je interesi ka suksesshme. kur ti ende nuk e futur në mendoj se të treg? shohin si konkurrencë. Këtë gjë e bëjnë personat që të shohin si Ndjehet talenti dhe suksesi. Diçka mund të shpërthejë çfarë dikush. Fjala konkurrenca e ka bazën dhe rrënjë nga fjala. Bravo!